Korrekt gusht dhe shtator të këtij viti krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2012, indeksi i çmimeve të inputeve ka shënuar ngritje për 2.3% për input 1, ndërsa input 2 ka një ngritje prej 2.8% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2012. Indeksi total i inputeve bujqësore ka një rritje për 2.3% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2012. Kjo sipas raportit indeksi i çmimeve të inputeve në bujqësi. Indeksi i çmimeve të inputeve në bujqësi është bazuar me çmimet e inputeve bujqësore të grumbulluara në Kosovë. Grumbullimi i çmimeve është kryer në barnatoret bujqësore, barnatoret veterinare, në kompani, në tregje dhe në vende të tjera. Disa nga çmimet e inputeve bujqësore janë marrë nga çmimet e konsumit nga ASK-ja. Brenda grupit të mallrave dhe shërbimeve aktualisht të konsumuara në bujqësi, çmimet grumbullohen sipas grupeve në vim: farërat dhe materialet mbeltuese, energjia, vajrat, plehrat dhe përmirësuesit të tokës, produktet për mbrojtjen e bimëve dhe pesticidët, shpenzimet për veterinari, lëndët për ushimin e kafshëve, mirëmbajtja e materialeve, mirëmbajtja e ndërtesave dhe mallra dhe shërbime të tjera. Ndërsa sa i përket mallrave dhe shërbimeve që kontribuojnë në investimet bujqësore, çmimet grumbullohen për materiale, ndërtesa dhe të tjera.